Mos I hani kurrë këto nëntushime nëse vuani nga kapslëku. Konstipacioni ose kapslëku është një problem shëndetësor që shkaktohet nga lëvizja e kufizuar e zorëve. Sipas ekspertëve, konstipacioni ndodh kur zorët vijnë në lëvizje më pak se 3 herë në javë, ndërkohë që njeriu duhet të dalë jashtë të paktën 1 herë në 2 ditë minimumi dhe maksimumi 2 herë në ditë. Por më e këshillueshme sipas ekspertëve është të dalë jashtë çdo ditë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ndaj, një nga shkaqet kryesore të këtij problemi është edhe keq ushqyerja. Në këtë video, sipas Eating Well, do të mësoni për listën e ushqimeve të cilat mund të jenë ndikuese të drejtpërdrejta në situatën tuaj edhe të nxisin gjithashtu mundësinë që të vuani nga shqetësimet e konstipacionit. Sipas ekspertëve, këto janë ushqime të cilat nëse I konsumoni me tepëricë dhe në sasi vërtet të madhe, në dietën tuaj të përgjithshme mund të shkaktojnë konstipacion. Një regjim ushqimor që nuk ofron fiber është problematik për sistemin tretës. Ka shumë ushqime që ofrojnë fiber, por konsumi I tyre mund të shkaktojë edhe konstipacion nëse nuk është në sasinë e duhur ditore. Produktet e bulmetit. Konsumi I tepërt I produkteve të bulmetit mund të shkaktojë konstipacion, citojnë ekspertët. Qumshti, akulloret, djathi nuk ofrojnë fiber, por kanë sheqerna që treten me vështirësi, shkaktojnë fryrje abdominale dhe probleme të gazrave. Kosi nga ana tjetër është gjithashtu I shëndetshëm, por është një ushqim I pasur me probiotik që mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë e dietave tuaja ditore dhe mbajtje larg të këtyre inflamacioneve. Ekspertët Healthline e cilësojnë kosin si një mundësi të mirë ushqyese. Ushqimet e përpunuara mund të jenë një ndikues negativ kundër procesit të dobët të tretjes. Ushqimet e përpunuara që mund të gatuhen në mikrovalë ose të ngjashme me to janë të dëmshme për shëndetin tuaj të zorës së trashë dhe mund të sjellin gjithashtu problematika nga më të ndryshmet, duke nxitur mundësinë që të vuani nga konstipacioni, si pasojë e yndyrnave dhe kripës së tepërt. Pirja e alkoolit është e dëmshme për shëndetin e zorës dhe mund të nxjisë shfaqjen e konstipacionit. Pirja afatgjatë e alkoolit dhe në sasi tepër të madhe mund të shkaktojë organizmit tuaj probleme të ndryshme siç janë për shembull edhe ato të konstipacionit. Teprimi I tij mund të shkaktojë probleme me pankreasin, me fryrjen, stomakun, gjithashtu edhe dhimbje të ndryshme abdominale. Ushqimet e skuqura janë të dëmshme për personat që kanë gjithashtu edhe vështirësi me tretjen. Ushqimet e skuqura dhe ato të shpejta siç janë fast foodet janë të pasura me yndyrna të cilat do të rrisin gjasat për vuajtjen nga konstipacioni. Ushqimet e skuqura dhe ato me yndyrë treten me mjaft të vështirësi në organizmin tuaj, edhe me lëvizje të ngadalta të sistemit tuaj tretës mund të sjellin gjithashtu problematika nga më të ndryshmet. Konsumi I tepërt I mishit dhe nën produkteve të tij, siç janë edhe mishrat e përpunuar, mund të nxisin shfaqjen dhe vështirësinë e problemeve të tretjes. Mishi shkakton një kaos në zorën e trashë. Njerëzit që hanë më shumë mish janë 50% më të prirur që të vuajnë nga dëmtimet e shëndetit të zorës së trashë, duke shfaqur kështu edhe komplikacione të ndryshme të tyre. Risku rritet falë mishrave të pasur me nitrate, siç janë ato të përpunuara, siç janë edhe salçiçet dhe sallamrat. Mishi I kuq me yndyrë ngadalëson tretjen dhe shkakton probleme të konstipacionit. Edhe kafeina mund të jetë një ndikuese e çështjeve tuaja shëndetësore dhe të shkaktojë gjithashtu probleme të ndryshme të sistemit tuaj tretës. Ndaj tregoni të kujdesshëm edhe me gjendjen tuaj të pirjes së saj, pasi mund të jetë një ndikuese e menjëhershme e shëndetit. Kafeina do të dehidratojë trupin dhe zorën tuaj të trashë, duke I sjellë kështu më shumë problematika të ngjashme asaj dhe komplikacione të menjëhershme dhe të njëpasnjëshme. Ndaj, nëse jeni një person që pini më shumë kafe në dietën tuaj, mos nguroni ta shoqëroni atë gjithmonë me një gotë me ujë, pasi në të kundërt, çështja juaj mund ta agravojë dhe të krijojë gjithashtu shqetësime.
Sheqeri i përpunuar është një ndikues i drejt për drejt i situatave tuaja konkrete dhe të sjellë gjithashtu shqetësime të ndryshme me zorrën e trash. Ushqimet dhe pijet e tjera të pasura me sheqerna mund të shkaktojnë inflamacione të zorrëve, konstipacione dhe të rrisin gjithashtu riskun për problematika të ndryshme të tyre. Nëse jeni një person që vuani shpesh nga këto shqetësime, është mirë të flisni me specialistin dhe të ndërmerrni hapat e duhur për të bërë një dietë më të përshtatshme në rastin tuaj specifik, duke lehtësuar kështu edhe problemet që sjellin probleme të sistemit tuaj tretës. Suplementet e hekurit dhe të kalciumit, të cilat nëse merren në mënyrë të pakontrolluar, mund të sjellin ndryshime të befta në zorrën tuaj. Vitamina dhe mineralet të caktuara siç janë hekuri, kalciumi shkaktojnë konstipacion, nëse përdoren pa kriter dhe pa këshillën e një eksperti. Njerëzit që duhet të marrin suplemente të tilla duhet vetëm sipas rekomandimit të mjekut të shtojnë ato në dietën e tyre, pasi marrja e tepërt të këtyre suplementeve mund të shoqërohet me ndërlidhje të forta të një dobësimi të sistemit tuaj tretës. Por nëse vuani nga konstipacioni dhe hiqni dorë nga këto ushqime në mënyrë të përditshme, ka ushqime të tjera të cilat mund t'ju vinë në ndihmë në sistemin tuaj tretës dhe lehtësimin e problemeve të konstipacionit. Sipas Eating Well, në këtë video do të rendisim ushqimet më të mira, të cilat nëse konsumohen në sasimin e duhur dhe në rekomandimet e duhura ditore, mund të luajnë një rol pozitiv për sistemin tuaj tretës. Në krye të listës qëndron molla. Një mollë në ditë mban mjekun larg, dhe ky nuk është i vetmi vendimi i rastësishëm. Fruti që jep 4 gram fibër ndihmon zorrën tuaj të lëvizë në mënyrë të bazave ditore. Mollët përmbajnë gjithashtu nivele shumë të mira të pektinës, e cila është një fibër e tretshme e njohur për vetitë e saj të mira laksative. Një studim tregoi se 80 pjesëmarrës që morën pjesë në këtë treguan se pas konsumit të mollës patën një lehtësim më të dukshëm në sistemin e tyre tretës dhe një pasurim më të mirë edhe të dietës së tyre. Përveç mollëve, një tjetër frut shumë i rëndësishëm që mund të shtohet në dietën tuaj ditore është edhe kivi, i cili mund të ndikojë gjithashtu edhe në përmirësimin e shëndetit tuaj të përditshëm. Kivi është një frut që mund të gjendet lehtë në tregun vendas, dhe përfitimet që jep shëndetit tuaj do ta shndrojnë atë në një prej elementeve më të mirë ushqyes në dietat specifike, siç janë edhe ato të konstipacionit. Një studim i mëparshëm ka treguar se personat që konsumuan kivi në dietën e tyre ditore patën një përmirësim të dukshëm të sistemit tretës me efekte të mira lehtësuese, të cilat kanë edhe një përmirësim më të mirë të sistemit tuaj kundër konstipacionit. Fiqt mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë e këtij sezoni për t'i dhënë fund problemeve të tretjes. Fiqt e thatë në veçanti përmbajnë nivele më të larta të fibrave. Mendoni se gjysma e filxhanit është e barabartë me 30% të nevojës tuaj ditore për fibër, citon Eating Well. Në një studim me 40 vullnetar, fiqt të përmirësuan kështu strukturën e tyre të jashtëqitjes dhe reduktuan në ndjeshëm ngërçet e barkut dhe problemet e kapsllëkut, duke i shndruar ato në një prej produkteve më të rëndësishme ushqyese në betejën kundër konstipacionit dhe rëndesës dhe fryrjeve të stomakut. Ndaj përfitoni nga rasti dhe shtoni ato në vaktet tuaja ditore si një përzgjedhje mjaft të mirë ushqyese për të nisur ditën. Në dietën tuaj mund të shtoni gjithashtu edhe patate të ëmbla. Ju tashmë keni një arsye të mjaftueshme për të ngrënë patate të ëmbla, por ato do të jenë edhe një zgjidhje shumë e mirë në betejën kundër problemeve të tretjes dhe ndihmën që do t'i japin gjithashtu në betejën kundër konstipacionit. Kefiri është një tjetër produkt i vlefshëm që mund të ndikojë pozitivisht në sistemin tuaj tretës. Qumshti i fermentuar përmban probiotik, të cilët janë baktere të shëndetshme për zorrët. Studime të panumërta kanë treguar se shtimi i kefirit në vaktet tuaja ditore do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për të nxitur një tretje të shëndetshme dhe për të lehtësuar gjithashtu komplikacionet e tij. Ndaj, nëse vuani nga konstipacioni, konsultoni me mjekun tuaj për të bërë një dietë specifike në rastin tuaj edhe për të menaxhuar më mirë problemet e tretjes. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.